Sot vendosëm të lajmë dritaren dhe pjesën këtu për shkallës, pasi mbaruan punimet këtu. Me ndihmën e Emanueles, e cila ngort fusiçik duart në ujë dhe sigurisht që e lë sepse dhe freskore tani në këtë vap. Ndërkohë që ajo luan me maçokun, unë e mbarova, dhe kështu që po gatuaj dhe ndërkohë po bëj dhe një syrtjaç, pasi kërkuan fëmijë syrtjaç. Është hera e tretë që e bëj në jetën time, pasi më përpara ka bërë mami im dhe duke qenë se jam martuar me guzhinjer dhe kuptohet s'kam mirë se dora e guzhinjerit dhe isha pak e llastuar te kjo pjesë, pasi i bënte edhe të shishmen dhe nuk hyja as në mundim që ta mësoja, por tani duke qenë se merret me punime, kështu që u detyrova t'i mësoj, sepse gjithçka do praktik, nuk është asgjë e pamundur. Dhe se shton fëmijët që ju pëlqen shumë, do thotë që bëhet shumë. Tani erdhi momenti të merrem pak me kërkesat për sa i përket punës online, pasi kam shumë të interesuar që më pjesin se si mund të punojnë nga shtëpia. Dhe ja, pikërisht duke menaxhuar kohën.